Kompanitë që janë jashtë Lipjanit marrin punë Lipjan dhe vetëm një kompani e Lipjanit merr punë Lipjan, që është kompania një shokut të kryetarit. Unë nga këto i them që për këto shpifje dhe evolvimin e familjarëve në këtë temë, ju të lutem mos më përfundoj, do të shihemi një gjyq. E para, e dyta, të gjithë qytetarët e Lipjanit e dinë kush ka qenë mas gjatë drejtori i urbanizmit mandatet mia. Pikërisht njeri i dytë tash aktualisht vetëvendos ose i tretë nuk e di sa ti është, mandatin më të gjatë në 6 vjet, nëse ai ka bërë diçka ky e din ta çon ato. E gjunë fajnë të drejtarët e vetë, edhe ta shqyrë me gjujtë dikun tjetër. Është përgjithësi e ti primare, po është e vërtet, po ku a kanë kë? Si qytet me pozitë shumë strategjike që jemi dhe që ndodhin mes dy krave të zhvillimit, që është Prishtina dhe Ferizaj. Kur themi kështu, atëherë mendojmë se 1.3 miliard euro është qarkullimi vjetor i Prishtinës, ndërsa mbi gati 1 miliard është i Ferizajt. Aktualisht komuna e Lipjanit ka vetëm 409 milion euro qarkullime. Si rezultat i kësaj, të gjitha kompanitë që janë jashtë Lipjanit marrin punë Lipjan dhe vetëm një kompani e Lipjanit merr punë Lipjan, që është kompania një shokut të kryetarit. Kemi parapo që unaza jashtë me qytetit të ndodh për skaj, domethënë që i bie në hyrje të Topliçanit, mes fshatrave Topliçan tek fshati Kojs dhe ndalje ka tek rruga për Janjev që shkon, edhe pjesa autostradës e cila do ta shkarkojë qytetin e Lipjanit. Është koncentruar një numër i madh i mjeteve në Lipjan për shkak të ndërtimit të një parkingu që kryetari e thot në raportet e GAP-it se janë 300 parkingje, pastaj në debate ku ky defilon vetë thot janë 250, në fakt janë 211. Raporti i GAP-it e nxjerr kryetarin me 30 projekte të papërfunduara, mesin e tyre ka dhe diçka që ky vazhdimisht e thot se është e punuar, por në fakt nuk është e punuar. Në raportin e GAP-it paraqitet se është një projekt i nënkalimit edhe parkingjeve që është i punuar, në fakt s'është i punuar, ju mund dhe vetë me shku me pate. Tutje, sa katë keni me leju ju nëse boni kryetar? Janë dy mundësi, është një podrom që i bie, një katë podrom, ose 2 kate përdhesa dhe 7 kate ndërtimit. Çfarë duhet të them diçka tjetër është se me këto 6.3 milion euro që kryetari ka shpenzuar, atëherë unë kisha me pyet dhe kisha me i bë pyetje kryetarit, a mundesh më na tregu se në fakt cila është e vërteta e gjithë këtyre mjeteve që janë derë për 12 vjet komunën e Lipjanit, që në një farë forme ne nuk dim gati asgjë, qytetarët e Lipjanit nuk dinë. Nuk kam financues dhe nuk kam as asamblees në listën që janë në listën e ndërtuesve, sepse po të kishte në një farë forme është edhe një farë shtytje, ndoshta edhe një farë lloj konflikti interesit. Kryetari këtë e ka bë, edhe ish kryetari e ka bë këtë, edhe arsyet i din ke qytetarët e Lipjanit pse e kanë bë. Emre. Jeta fatbarësisht Lipjani po rritet, po zhvillohet dhe është ndër qytetet më atraktive për të ardhur jetu në Lipjan. Në fakt është qyteti konkurrent i qytetet të mëdha, me të pavërteta nuk mund të ecë tutje. Unë nga këto i them që për këto shpifje dhe evolvimin e familjarëve në këtë temë, ju të lutem mos më përfundoj, do të shihemi një gjyq. E para, e dyta, të gjithë qytetarët e Lipjanit e dinë kush ka qenë mas gjatë drejtori i urbanizmit mandatet mia. Pikërisht njeri i dytë tash aktualisht vetëvendos ose i tretë nuk e di sa ti është, mandatin më të gjatë në 6 vjet, nëse ai ka bërë diçka ky e din ta çon ato. Ilir. Kjo është çështja që e thash më herët, njeri pa vlera edhe pa atribute. Qysh ka një mundësi, një kryetar që është lider, udhëhec, ekzekutiv, e gjunë fajnë të drejtarët e vetë, edhe ta shqyrë me gjujtë dikun tjetër. Është përgjithësi e ti primare, po është e vërtet, po ku a kanë kë? O kanë qeverisje me këta, pëse se ka bon, pëse se ka akuzu, pëse se ka dërgu landër dikun. A është tajnë vetëvendosje tash, ajo? Është në vetëvendosje. Sa i përket, pikërisht me vendosje se s'ka nejë me këton se i ka po që vëban. I ka po të këshijat e tina dhe deshtë me ikë për këtina se kë ban abuzim me marramenset. Edhe një qështje. Ilir, veç pak, qatë qështje ta e fjallin apet? Jo, në falë, 30 sekonda. Më falë Ilir, ta jap fjallin apet. Imri. Jeta qytetarët e din nuk ka shans me përdor ndikim kusht të drejtori urbanizmit që është aktualisht atë, dhe të një drejtoresh që ka qenë 2 vite krejt, shumicën e kohës prej sa unë kam qenë kryetar, urbanizmin e ka dhesh njeriu që tash në dhe nuk është pikërisht për shkak të tyre canave. Ilir. Edhe një herë jeta, nuk është në rregull për një lider që gjunë faj të uhetse vetë. Lideri del për para dhe merr përgjegjësi. Kjo me hjek përgjegjësi. Këta qytetari e din, nuk ndodh në komunë të Lipjanit kur gja pa e ditë kë. Nuk ndodh kur gja, se kjo çasi është mikromenaxher, që ata e din, që ata e ban, çashtu ky e shantazhon qytetarët. Sa i përket gjyqit që tha,
Në gjësh na kena më po unë ku kam vizitu këto atje, se ky ka bën një dosje kogja të madhe të shkeljev që kanë mi dalë të gjitha. Po ky mundohet me bën një farë kontrolle, po nuk ka me mujt ato. Se mësu ky që 12 vite me bën gjithçka me bën gjakderdhje financiare. Koha jote. Imri? Jeta jam i lumtur që asnjë prej bashkëpunëtorëve të mi, as unë personalisht, për kaq vite pushtet, nuk e kemi pas asnjë lloj afere, asnjë lloj ndjekje penale, asnjë kallëzim penal, përkundazi ofrojmë qeverisjen më transparente, të cilën e kanë vërtetuar gjitha organizatat që merren me monitorim. Shikoni raportin e GAP-it, KDI-së, të projektit Helvetas, të vetë Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokale, cila lipjonin rendit sa manalt, dhe këto janë për konsum të fushatës elektorale, le të vazhdojnë nëse menojnë që fitojnë kështu me kështu.